Unioni i Gazetarëve Shqiptar ka organizuar festën e fundvitit me gazetarët dhe punonësit e medias në qarkun e Elbasanit. Kjo festë nuk ka qenë vetëm një moment gëzimi, por dhe një vlerësim për punën e gazetarëve gjatë një viti. Unioni i Gazetarëve të Elbasanit, në bashkëpunim me Unionin e Gazetarëve Shqiptar në Qendër, me kryetarët e Aleksandër Çipën, me respektin e kryetarëve të unioneve Gjirokastër dhe tjerë, organizojmë sonte të mbrëmje tematike të thosha, sepse është fundi i vitit dhe ti gazetarët jo se nëzërë të takim, se në kënë takime të tjera, por kjo është takimi në Salem. Thonë një vit punë, kemi bërë së bashku, një vit sakrifika së bashku dhe veçëresh, edhe një vit suksese. Një vit i sukseseve, por i një të herë sa më përpara, pjesa tjetër bëhet më cilësore, dhe kështu së bashku të shkojmë me një dashuri më të madhe për qytetin e Elbasanit. Meriton ky qytet dashuri, bashkë me ju jeni në lobusët në kryesor të qytetit, bëni mirat punë, se nderoni veten, na nderoni ne, nderoni gjithë qytetin e Elbasanit. Ja kam thënë dhe herë tjera, Elbasani meriton lobim nga vetë elbasanasit, nga vetë ju që jetoni këtu, nga vetë ju që punoni këtu. Vetëm ju mund të jepni atë që meriton qyteti e Elbasanit. Faleminderit, gëzuar dhe përshëndetje. Festa është shoqëruar si tradicionalisht me urimet dhe certifikatat e vlerësimit të shpërndara nga kreu Unionit të Gazetarëve Shqiptar Aleksandër Çipa dhe kryetari i Unionit për Elbasanin Besim Dybeli. Është kënaqësi për mua që në vazhdën e vlerësimeve që organizata Unioni i Gazetarëve të Elbasanit bën çdo vit për kolegët, të riciklojmë edhe për vitin 2014 në kapërcyll të vitit që vjen, pra 2015, të shpërndajmë disa certifikata të cilat janë një traditë inkurajuese për kolegët, për punën dhe për kontributin vjetor që ata japin në fushën e pasqyrimit të realitetit në Elbasan dhe të problematikave që përjeton komuniteti i Elbasanit. Një vlerësim i veçantë ka ardhur për televizionin Skampa. Në 15 vjetorin e fillimit të transmetimit, televizioni Skampa ka marrë certifikatën e mirënjohjes për kontribut profesional në dobi të komunitetit të qarkut të Elbasanit. Për mendimin tonë, televizioni Skampa ka patur vazhdimsinë e punës serioze në dobi të komunitetit të Elbasanit, në dobi të qytetarëve. Për këtë Unioni ka vendosur certifikati jepet televizionit Skampa për kontribut profesional në dobi të komunitetit të qarkut të Elbasanit. Është kënaqësi që marr këtë titull në emër të televizionit Skampa, sepse Skampa është një staf që ka lëvizur disa herë, por që vazhdon të jetë në tregun mediatik të Elbasanit, vazhdon të jetë pjesë e qytetit të Elbasanit. Faleminderit që na ndiqni dhe uroj që 2015 të jetë një vit i suksesshëm për televizionin Skampa. Një grup gazetarësh janë vlerësuar për karrierën e tyre dhe kontributin në mediat ku punojnë. Ndërkohë, certifikata vlerësimi kanë marrë dhe disa operatorë të mediave kombëtare dhe atyre lokale. Këtë herë vlerësimi i gazetarëve të rinj ka ardhur si një nxitje për të vazhduar më tej në profesionin e vështirë të gazetarit. Kryetari i Unionit të Gazetarëve ka përfituar nga kjo festë për të konfirmuar një nismë që ka lidhje me vitet e pasiguruar të shumë gazetarëve. Është një ide e cila po diskutohet në planin e një projekti që do të kalojë si mundësi e financimit të gjithë sektorit medial, por që destinacioni i këtij burimit mos jetë për investime apo për shpenzime në sektor të tjerë, por për plotësimin e viteve të humbura për gazetarët. Ideja e dytë është që të kërkohet një mundësi kooperuese midis OSB-s, si institucioni ndërkombëtar që monitoron realitetin e lirisë së medias edhe demokracinë mediatike në Shqipëri, bashkë me Komisionin Parlamentar të Mediave, për ta diskutuar që lufta kundër informalitetit në media të mos bëhet më në mënyrë verbale dhe thjesht populiste, po të institucionalizohet. Më pas, gjithçka ka vazhduar në një mbrëmje festive, duke përmbyllur kështu një vit të vështirë, me urimin që 2015 të jetë i mbar dhe me sa më shumë profesionalizëm në media.